Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument jam direkt me lidhje në studio me zotin Skënder Karaqica, profesor aktivist i njohur i komunitetit shqiptar në Chicago, autor shkrimesh mjaft të rëndësishme në shtypin dhe median shqiptare këtu në diasporë, por dhe në Chicago. Do të diskutojmë problemet e dala pas zgjedhjeve në Kosovë, vjushmërinë e tyre, nevojën për ndryshime sipas një artikulli të zotit Skënder Karaqica mbi rrugën apo format që do të marrë zgjedhja në Kosovë e antarëve e deputetëve, por edhe e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Zoti Skënder, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Përshëndes të gjithë shikuesit të televizionit tuaj. Është kënaqësi t'ju kemi sot në studio. U intrigova disi nga shkrimi juaj i fundit në lidhje me zgjedhjet e fundit në Kosovë, se çfarë duhet të bëj Kosova apo forcat politike në Kosovë që të shmangin atë çka ndodhi gjatë gjithë kësaj periudhe një vjeçare kur kishim qeveri dhe s'kishim pushtet, nuk ishte një qeveri e pa nominuar, e pa miratuar, megjithëse zgjedhjet kishin dalë. Sipas sondazheve të fundit, zgjedhjet i fituar kësaj here edhe një herë partia Vetëvendosja, megjithatë ka parregullsi në procesin zgjedhor, parregullsi që po shikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ju keni një ide për mënyrën e organizimit të sistemit zgjedhor në Kosovë që të shmangen të gjitha këto probleme. Më shpjegoni i dashur, si e shihni, pse duhet të krijohen paqësira dhe çrregullime edhe pas zgjedhjeve? Ky është një kohë bukur e gjatë që subjektet politike, pozitë, opozit, të partive politike në Kosovë e kemi atë sindromin e përçarjeve, skajshmërisht përçarjeve. Zaten edhe kjo i ka kushtu Kosovës që tash gati një vit nuk i kemi të konstituara institucionet e Republikës Kosovës, duke filluar nga institucioni më i lartë, siç është Ligjvendës, Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera të qeverisë. Ndonse me 9 shkurt Lëvizja Vendendose ishte partia e parë, që ndonse këtu është një rrështim, ndonse ne kemi sistemin parlamentar në Kosovë, dhe asnjë parti asnjëherë nuk mund të fitojë të gjitha zgjedhjet edhe të shkojë vetëm në formimin e institucioneve të shtetit Kosovës. Do mos të kemi koalicione të cilat për mendimin tim e forcojnë i dhonë është e shëndetshme në demokraci dhe në shtetin tonë parlamentar, ndonse kemi edhe me pushtetut një sistem parlamentar. Kjo zgjati shumë, gati një vit pa institucione relevante transishme pushtetuese të Kosovës. Dhe ç'është e drejta, me rastin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit vitit kaluar. Këtu bëhet një lëshim edhe partisë në pushtet në detyrë, siç është Vetëvendosja me Albin Kurtin, si dhe opozita dhe nuk u koordinuan mirë, ndonse 2 ditë para vitit të ri nuk mbahen zgjedhjet. Ndonse në këto zgjedhjet e 28 nëntorit ne nuk ishim vëzhgues ndërkombëtar. Dhe kjo ka shkuar në këtë rrafsh në kriju dhe problemi i vjedhjeve të votave, lëvizjeve të votës nga një anën tjetër, dhe unë bën një skandal që nuk i ka hije shtetit tonë të ri në perspektivë në rrugën evropiane kështu me radhë. Unë kam menduar dhe e kemi në tovolinë, kemi ligjin zgjedhor të Kosovës me disa mangësi. Po i përmend disa pyetje. Cilat janë ato? Ne kemi për shembull kur fillojnë të zgjedhjet në Kosovë, bartës i zgjedhjeve janë liderët e partive politike. Ç'është e drejta? Bartësit e zgjedhjeve të partive politike në gjithë territorin e Kosovës, ata morën vota apo nuk morën vota, në fund vota i shkojnë kryesisë e partisë politike, respektivisht për bartësit e zgjedhjeve parlamentare, fjala vjen. Dhe këtu kemi pasur një problem. Problem tjetër është, sipas mendimit tim, se ne kemi vetëm një zonë zgjedhore në Kosovë. E kjo na ka sjell probleme që tash po përmendet pikërisht sot që është bërë arrestimi 109
komisionerëve e tjera që ka dhënë një shije, një pamje jo të mirë demokracisë, vote e lirë, ndonse vota e lirë e sovranit në teorinë politike është një kontratë në demokraci. Dhe kjo kontratë, dhe kjo frymë e lirë e sovranit do të respektohet. Ndonse në demokraci populli është shumicë, ndërsa të zgjedhurit janë pakisë që do të më dhanë llogaridhënie shumicës, respektivisht sovranit, i cili do ta votojë ose ka votuar. Dhe në këtë relacion unë kam menduar në shkrimin tim, po edhe disa shkrime më të hershme, që do të bëhen ndryshimi i ligjit zgjedhor në Kosovë. Dhe në parim, ky ligj do të ketë këto pika. Të kemi shumë zona zgjedhore, me lista të hapura dhe një kandidat, një vot. E jo sovrani që ka ndodhur vitin e kaluar, po edhe në 10 orë, po edhe tash, që pa bisedojmë, sovrani kur shkon te kutia votimit do t'i votoj prej 5 deri në 10 kandidat. Dhe ç'është e drejta dhe pak skandale për mendimin tim analoge që nuk përfillet në kushtet moderne të votës së lirë, si është e mundur kur një votues në Drenicë do ta votoj një kandidat për deputet në Gjilan, në Prizren ose në Gjakov ose në Pej. Prandaj unë kam menduar që të kemi një kandidat një vot, e cila pastaj nuk mund të keq përdoret në asnjë mënyrë dhe me mundësi shpenzime ka qeveria aktuale që të bëhet digitalizimi i zgjedhjeve politikës zgjedhore në Kosovë, ku do të hiqeshin të gjitha dilemat, do të largoheshin të gjitha mundësitë e keq përdorimit, të vjedhjes së votës dhe me lu me autoritetin dhe sovranit, parasysh se vota si shtam është e shajt, është kategori kushtetuese e Kosovës, është kategori e demokracisë dhe është një lloj kontrate me votuesit tanë. Në këtë vit, ndryshimi i ligjit zgjedhor do t'i mbulonte, do t'i hiqte nga rani ditës dhe gjitha huçet që na kanë kushtuar, jo vetëm me 80 vjetor që po bisedojmë, por edhe më herët në zgjedhje të tjera kemi pas po të njëjtat probleme me kutitë e votimit, jo shpërndar, jo keq përdor, poshtë e lartë, por tash ka koha që Kosova dhe institucionet shtetërore të Kosovës, respektivisht pushteti aktual që ka fituar votat, do të jetë më serioz kashi sovranit, parasysh se ajo është përgjegjësi i Kosovës. Në Kosovë dhe do t'i dhënë llogaridhënie. Kjo që ka ndodhur tash në Kosovë me keqpërdorimin e votës, përgjegjësinë e mban pushteti aktual i Albin Kurtit, respektivisht Komisioni Qendror Zgjedhor që nuk i kanë organizuar si duhet zgjedhjet parlamentare dhe jo në kohë të duhur. Nuk mbahen zgjedhjet 2 ditë para vitit të ri, respektivisht para përfundimit të vitit, kur të gjithë njerëzit janë në pushim, kur të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, asnjëri për ty s'ka pas mundësi që të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës dhe kemi pas hapësirë për keqpërdorim të votës sovranit në të gjitha rrafshet. Në këtë vit tash e kemi edhe një problem tjetër që do ta përmendim në televizionin ton, fjala është për zgjedhjen e presidentes. Ç'është e drejta me kushtetutën e Kosovës. Presidentja ose presidenti përfason unifikimin, unitetin e qytetarëve, respektivisht popullit të Kosovës, brenda shtetit të Kosovës dhe në arenën ndërkombëtare. Por ç'është e drejta, kryetari i shtetit të Kosovës nuk e zgjedh populli, e zgjedhin partitë politike në parlamentin e Kosovës. Tash do të kemi përsëri një krizë e cila do të jetë në muajin mars, kur kryetarës aktuale, Vjosa Osmanit, i kalon mandatin, por tash e kemi me rastin e këtij rrafshit përçarjeve politike, mes partive politike opozit, do të kemi përsëri problemin tjetër të ri që mund na çojë përsëri në një krizë, respektivisht në zgjedhjet e reja. Ndonse vetëm ndonjëra prej partive politike, PDK ose LDK ose Alianca, nuk e votojnë presidentën aktuale, atëherë ç'është e drejta mund të shpërbehet Kuvendi i Kosovës dhe menjëherë aty për aty mund të shkojmë në zgjedhjet e reja. Mirë po, për me të kalu këtë krizë, partia në pozit, në pushtet që ka fitu zgjedhjet vetëvendosja me Albin Kurtin, do dhe mos pikërisht sa më parë, as më mirë, fillojë një debat, një konsensus të përbashkët me partitë politike se cili do të jetë kandidatja apo kandidatja e ardhshme për
kreun e shtetit të Republikës e Kosovës. E jo në kryen veti, jo me bajrakun e përçarjeve, njëri me tjetrin, pasy se për fat keq do ta themi publikisht, si jetojmë në frymën e demokracisë, edhe shteti i Kosovës nuk ofron private, askujt se ka në baba, nuk si thënë në bashkët babës, si e përmen një shprehje, një sinonim të mirë të folmës tonë atje në Dranicën në Kosovë, por është institucioni më i lartë kuvendi që të mendojmë, të bëjmë edhe këtu në karshis gjirjes se ndryshimeve të ligjit zgjator, të mendojmë, do të ishte e mirë, si mas mendimit tim, shumë demokratike, që populli i Kosovës, me shumë kandidat, atë frymën pluraliste të demokracisë, me shumë kandidat të bëhet fushat para popullit Kosovës dhe vetë populli Kosovës t'jap votën si sovran për zgjedhjen e të parit shtetit. E jo në parlamentin e Kosovës, kur tash në mars ose në shkurt do të shihni se do të kemi përsëri probleme kur tash kanë dalë disa zera të PTK-s dhe të Aleancës se për votimin e sërishëm të Vjosa Osmani ata nuk do të votojnë, madje nuk do të jenë as në sallën e kuvendit. Kështu që në këtë rafsh dhe këto një mori probleme që për nësirë në tarsa vite, mund të rregulloj, pse jo, me ndryshimin e ligjit zgjator i mbështetur në kodin kushtetues të Republikës Kosovës, që është njëra ndër kushtetutat më moderne në Evropë dhe në Ballkan, kur do të kishim një frymë të re, një orientim të ri demokracisë, pa probleme, pa vonesë dhe që shteti Kosovës marrë frymë dhe t'i kryejë obligimet e veta shtetërormose. Atëherë, në këtë mes, të gjitha kërkesat që ju thoni janë të drejta nga këndvështrimi i ruajtjes së demokracisë në Kosovë. Por, problemi aktual është se këto janë ndryshime kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese nuk bëhen me dëshirën e mirë qoftë një patrioti si ju, por bëhen me vullnetin e deputetëve të Kosovës. Pra, pa u zgjedhur parlamenti i ri, nuk mund të bëhen dot këto ndryshime. A është e drejtë kjo që po them? Keni të drejtë, por për ta ilustruar këtë që me bëni si lloj pyetjeje, unë do të përgjigjem kështu. Vitin e kaluar vetëvendosja, që është në pushtet tash është në detyrë, derisa formohet kuvendi i Kosovës dhe qeveria e ardhshme, shpejti, aja bëri përpjekje që ta bëjnë ndryshimin e këtij ligji zgjator. Bëri disa përpjekje, por i bëri vetëm, pa parti tjera të opozitës. Dhe kur u vendos në votim në Parlamentin e Kosovës, dështuan të gjitha ato pika ndryshimit që ka menduar vetëvendosja me Albin Kurtin që ta bëjnë një ndryshim të ligjit zgjator. Por këtë mund ta bëjnë masi të konstruohet kuvendi i Kosovës, nuk është vonë, mund ta bëjnë me në mënyrë të ardhshme të parlamentit, kur konstruohen institucionet e shtetit, parlamentin në rënd parë si ligj venës, që është institucioni më i lartë, sipas kushtetutës Kosovës, e cila pastaj e formon edhe qeverinë dhe institucionet qeveritare të Albinit numër 3, si themi ne, dhe tek atëherë të ulen bisedojnë bashkarisht për ndryshimin e ligjit zgjator që të ketë një përmbajtje sa më demokratike, sa më një frymë të lirë të votës, pa dorashka, pa lëshime, pa keqpërdrime të frymës dhe të sovranit votës lirë, që institucionet e Kosovës mos të kemi zbrasi, mos kemi përqami, mos kemi vonesë në konstruimin e institucioneve të shtetit, ndonse që nga nën shkurt i vitit kaluar. Dhe deri sot pa bisedojmë tash me ju, ende në Kosovë nuk janë konstituar institucionet e shtetit Kosovës dhe tërë qeveria e Albin Kurtit është ende në detyrë. Dhe problemet tash që kriju në Kosovë, vis-a-vis kësaj, mund të përmendim, është çështja që kemi probleme me zhvillimin ekonomik, inflacioni ka filluar me trokit në derën e shtetit Kosovës, shumë kompani për shkak probleme ndryshme, kompani serioze që kanë pas me qindra të punësuar, i kanë mbyllë zyrët dhe e kanë lënë Kosovën pa shkojnë vende tjera, më atraktive që janë anëtar të Bashkimit Evropian. Dhe çështja e drejta është shtrejtu jeta, standardi i jetës, shporta qytetarëve, e konsumit, dhe është bën më shtrejt është bën jeta në Prishtinë se sa në Vjenë ose në Frankfurt ose në Berlin. Megjithatë, Kosova ka pas disa njohje ndërkombëtare, është ftuar presidentja për të qenë
në bordin e paqes. Si i vlerësoni? A i vlerësoni këto si suksese të vendit? Vjosa edhe antarësimi i Kosovës në bordin e paqes, që e bëri presidenti Trump, natyrisht në tubimin e Devas, aty që ishte, kjo është një afrimim i shtetit Kosovës, nuk ka dyshim fare, në afrimimin edhe ndërkombëtar edhe të rrjedhave tjera të diplomacisë, dhe kjo tregon qartë se Amerikën, Republika Kosovës dhe Shqipëria, pse jo, e kemi në krah dhe në përkrahje të përhershme dhe presim gjithashtu që në kohën dhe kabinetin aktual të presidentit Trump do të përfundojnë marrëveshjet dhe njohja reciproke mes Serbisë dhe Kosovës, dhe besoj një herë për gjithmonë do të kryhet problemi shqiptar-serb dhe do të fillojë një epokë e re e lirisë, e paqes, e bashkëpunimit në gjitha fushat mes Serbisë dhe Kosovës në anë parë, por edhe me shtetet tjera ballkanike dhe më tutje në Evropë. Kjo është një shembull i mirë, kjo është një nderim që është bën Kosovës. Unë e konsideroj edhe një obligim që ne në Kosovë dhe në Shqipëri, çështja shqiptare në këtë shekull të ri, në këtë milenium të tretë, duhet mendojmë të veprojmë dhe të punojmë për shtet ndërtim, për shtet krijim, për një ekonomi serioze me standarde evropiane dhe botërore. Kur Amerikën e kemi në krah, sot kemi probleme me zgjedhjen në Kosovë, sot në Tiranë kemi protesta të Partisë Demokratike kundër qeverisë aktuale të Edi Ramës. Kjo janë disa shenja që tregon që partitë politike shqiptare në Ballkan, në dy shtetet tona, duhet të bëjnë programe serioze, duhet të zhvillojnë tipare të reja të demokracisë, me një kulturë politike, me gjaftësi, duke dhënë mendime, parasysh se në demokraci është thonë teorinë politike të demokracisë. Demokracia don luhë mendimesh, jo përçarjesh. Luhë mendimesh për të ecë përpara, për ta pasuruar vlerën e demokracisë, që të bëhet edhe më e bukur, më e fortë, më e prekshme për qytetarët, respektivisht për popullin shqiptar, i cili për fat të mirë mas afër 700 vjetë ose mas 1000 vjetë po bëhet një subjekt kryesor në Ballkan dhe krah i fortë edhe me popull liridashtë të Evropës, por në miqësi të përhershme me Amerikën. Amerika ashtu nuk na do të përçar kur ne segmente caktuara të shtet ndërtimit, të institucioneve, në rand parë të zhvillimit ekonomik, Amerika ashtu nuk dëshon të na shoh, as që na do trokit për këtë punë, dhe ta them edhe një fjali. Në këtë milenium të tretë, populli shqiptar pa të drejtë, mund të thosha edhe me fajin ton, pak a shumë, po shkelim në mileniumin e tretë ende si popull i varfër. Kur të gjitha resurset që ka Kosova, resurset e pasurisë nën toksore dhe mbi toksore, dhe pasuria tjetër faktori njeri që ke vlen edhe për Shqipërinë tonë, ne mund të bëhemi, me besoni, si mas disa studimeve shkencore që i ka bërë një ndër ekonomistët më të mirë të Kosovës, me një profil evropian dhe botror, Ismet Gusia. Kosova ka sot potencial, resurse dhe pasuri për mirëqenie, për mi mbajt afër 10 milion banor. Kur ne nuk jemi më pak se 2 milion banor, sot në Kosovë jetohet vështirë, përmbyllet vështirë muaj, përmbyllet vështirë viti e kështu me radhë. Kur ne jetojmë flajmë mbi pasuritë e mëdha që ka toka e Kosovës, po pse jo edhe pasuritë tjera që ka Shqipëria. Prandaj në këtë rafsh duhet një bashkëpunim më ndërsjellë, një bashkëpunim në planin afatgjatë, afatmesëm të dy vendeve tona. Pse mos kemi në Shqipëri përveç bashkëpunimit kulturor, shkencor, universitar, të kemi nesër ose sot një bankë investuese të zhvillimit përbashkët. Ky kapital i shqiptarëve vendoset në një pikë kur ai kapital mund shpërndahet, mund sjell vlera të zhvillimit të kohë tjera të ekonomisë të dy vendeve tona, dhe nesër të shkojmë të dalim të jemi të barabartë ndamin ndërkombëtare me popujt tjerë të Evropës dhe të botës. Zoti Skënder, ju keni shumë të drejtë, sepse uniteti i kombit, edhe në konceptin e fjalës komb, realizohet nga ndërthurjet ekonomike. Shqipëria dhe Kosova, për një element, për shembull, për energjinë, janë komplementare të njëra tjetrës. Njëra ka energji me ujë, tjetra ka
energji me qymyr, pra mund të shkëmbejnë me njëra tjetrën. Pse të mos hiqen gjithë barierat doganore tregtare midis Shqipërisë dhe Kosovës? Pse me fjalë të bukura qeveritarët të dy palëve thonë, po ja të letë bëhet porti Shëngjinit, port dhe për Kosovën. Shumë bukur, letë bëhet, letë shkëmben, letë zhvillohet, se një unitet kombëtar buron jo vetëm nga uniteti gjusor e kombëtar në vetvete, por dhe nga uniteti i tregut. Pa unitet tregu nuk ka kombë të mirëfillt. E në këtë mes, unë kam një pyetje. Si mendoni duhet të jetë roli i sotëm i diasporës për problemet tona kombëtare në Kosovë e në Shqipëri edhe në Preshevë? Roli historik i diasporës është për diasporën ku flasim në Amerikë, do të flasim për një shekull. Po bëhet 100 vjetori i ardhjes së shqiptarëve nga trojet tona në këtë vend të lirë, në këtë fidanishtet e demokracisë që është Amerika. Diaspora nuk do të na trajtojnë diasporën si pushtet i dytë. Këtë kam thënë në një shkrim timin. Diaspora nuk ka pushtet i dytë për pushtetet aktuale që kemi në Prishtinën zyrtare dhe në Tiranën zyrtare. Diaspora pushtetet aktuale në Tiranë dhe Prishtinë do të bëjnë projekte serioze ekonomike, që këtë kapital që ka diaspora, kapitali mas po njerëzor, intelektual, që kanë kryer me qindra dje me vajza, edhe sot që bisedojmë, i kemi në New York, kemi në gjitha vendet Amerikës, që shkollohen në gradat larta shkencore, kërkimore, të dijes, universitare e tjera tjera, dhe të tjerë biznise që punojnë e veprojnë me një kapital, do të thosha, shumë transishëm, dhe ai kapital me projekte serioze që do t'i bënte qeveria në Tiranë dhe Prishtinë, ka mundësi ky kapital të lëviz drejt Kosovës, drejt Shqipërisë me kushte, me një siguri të plotë, me një pa birokraci të madhe e tjera tjera. Kështu do të krijonim kushtet që njerëzit që kanë shkuar Shqipërinë dhe Kosovën. Me në 2-3 vjetë dëshoj të informoj shikuesit të televizionit tonë. I kemi ofër 200.000 të Kosovës që kanë shku Kosovën. Kanë shku në vendet evropiane. 700.000 nga Shqipëria. Edhe 700.000 nga Shqipëria. Kur diaspora, kur dy shtetet tonë shqiptare bën projekte serioze, edhe kthehen në atë dhe, ato programe mos jenë me tone, me kostume të byrokracisë, mos me mujtë diletë një vendim me prit 3 mujtë dhe sa ta shana i një zyrë atje, të qeverisë e tjera tjera. Po të kryohen kushtet volishme si që kanë bën vendin në zhvillim. Sot për shembull, Kina, që është barë si kryesor i ekonomisë me një shkallë zhvillimi gati 9%, edhe kalu pak a shumë drejt përshimin me vendet tjera si që është Amerika, Rusia, India, vendet e mëdha dhe zhvilluar të botë, Gjermania kështu me radhë. Kina sot, ata që investojnë në ekonominë e Kinës, për 5 vjetë janë të liruar nga taksa. E motivizon biznisin, i motivizon ata që kanë kapitalin në dorë të tyre që të investojnë. Pse mos bëjnë ligje atraktive Kosova dhe Shqipëria? Nëse gëzimi dhe shpresa shkojnë në Tiranë me investuese në Prishtinë, ata të lirohen të paktën 2 vjet mos paguajnë taksa, derisa ti marrin këmbët anën e buxhetit e materiale, kredite tjera tjera. E jo për shembull me marrë me na trajtuar neve si musafir të rastit, edhe ata që hapin biznise kanë të lashe. Prandaj, këtu kemi një potencial që dy qeverit tona nuk po din me shfrytzu, dhe që është të drejta në një shkrim e kom thënë, po thamë edhe sot. Tirana dhe Prishtina nuk po din, nuk kanë projekt qartë, as për diasporën, po nuk po din me trajtu dhe me bashkëpunu edhe me shtetin mik të përjetshëm të Amerikës. Tash Amerikës do të mi thanë qartë, si shtet mik, mendimi im është pra, që Amerika të kthehet në trojet shqiptare me kapitalin e vetë, që të bëhet hisetare për të mirë, e kam fjalën, që të na ndihmojnë në këtë 90 vjetë të ashëm, që Kosova të zëj vendin e merituar në ndamjen e kapitalit, në ndamjen ndërkombëtare të punës, si mas teorive të ekonomisë ndërkombëtare, kur kemi si shtarë në fillim pasurit mëdha,
e ato pasuri duhet të respektohen dhe shfrytëzohen. Kosova, për informimin tuaj dhe të shikuesve tanë, ka rezerva thëngjillit që nga dita sot me për 700 vjetë. Kemi rezerva të arit zi, si që thuhet, të thëngjillit. Ndërsa sante, Kosova ka rrymë me reduktime. Gjysa Prishtinës është në terë, e gjysa tjetër ka rrymë, e mas 2 ore ndrohen të reduktimet në gjitha komunat, në gjitha fshatat e Republikës së Kosovës. E ne jetojmë dhe flajmë mbi arin e zi, të pasurit noja që kemi si shtash për 700 vjetë. Kemi hargjuar afër 1 miliard euro, duke importuar rrymë elektrike, duke bler rrymë elektrike nga vendet evropiane dhe të rajonit, kur me $1 miliard na kemi mujt me kushte shumë vëleshme me bon Kosovën e re, një Kosovë tjetër me afër 700 megawatt, që nuk do kishim ma mundësi, as nevoj me ble rrymë, por kishim pas mundësi me importu, me eksportu rrymë, me shit rrymë, natyrisht me pas e këldinin e përbashkët Prishtinë-Tiranë, kur verës sezonin turistike të Tiranës, Prishtina mund të bëhet kraj fort i Shqipërisë, kur vjen sezona dimit si që jemi sot, Shqipëria me dalë në krah shtetit shqiptar të Kosovës e kështu me radhë. Këtu pasuri na kanë betë anash kur për fat keq 2 parlamentet tona, qeveritë tona, institucionet shkencore, universiteti, akademitë e tjera nuk merren me problemin e zhvillimit ekonomik. Pika kulmon te edhe kryesore e shtyllës për kombin, për dy shtetet tona është në këtë milenium mi u kthy zhvillimit të gjithë bashkëm të ekonomisë. Mi shfrytëzu të gjitha ato resurse që kemi me vite që pushojnë edhe presin dorën e njeriut të tokës shqiptare. Zoti Skënder, po të lesh ty të flasësh për Kosovën nuk mbaron asnjëherë. Unë kam edhe një pyetje të fundit. Cili është mendimi juaj për presidenten aktuale dhe për mundësinë e rizgjedhjes së saj? Vjosa Osmani është një figurë intelektuale, më pari, një vajzë e re, një grua e re, një nanë e re, intelektuale, doktoreshe shkencave juridike, intelektuale me fjalë tjera. Dhe si thash në fillim, po ta kishim ligjin zgjador siç duhet, që kryetari i shtetit, që është i pari i shtetit, krevi i shtetit, është institucioni më i lartë i Republikës. Ai përfason brenda dhe jashtë Republikën e Kosovës, në gjitha rrafshet diplomatike e tjera, do t'ishte mirë që ta bëj zgjedhjen vetë vota e popullit, por këtë nuk e kemi. Tash për fat keq, ky ligj, që është pak i kufizuar pak a shumë edhe për vetë zgjedhjen e presidentit, parin e shtetit Kosovës, e bën parlamenti. Kanë kushtetuar shkruan fare mirë se kryetari i shtetit është i pari, është krevi i shtetit dhe përfason unifikimin e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe përfasimin në gjitha qarqet institucionet ndërkombëtare, ndërkaq atë do ta zgjedhin 4 partitë kryesore, opozit, pozit. Tash çfarë do ndodh? Do të kemi përsëri problem, kujtoj, për fat keq më duhet ta them të, që nuk kam dëshirë t'i ndodh Kosovës. Po ka si mas gjitha shajeve, përsëri do të kemi krizë politike në Kosovë. Parsye se kemi sindromin e përçarjeve të skajshme mes partive politike. Ku ka në një botë lirë, në një demokraci, e cila i afron njerëzit njëri me tjetrin, mendim, lufta mendimeve, programeve, e tjera. Në parlamentin e Kosovës kemi me 100 raste, me 10 raste, deputetët opozit, pozit nuk flasin në me veti. Madje as kafe nuk pin njëri me tjetrin. Ç'është është kjo? Çfarë ka më shumë njëri pi tjetri, pozit opozit. Me kushtetutën është 2 partitë, pozit opozit. Me kushtetutën e Kosovës janë mekanizma të njëjtë, por i kanë të ndarë me punët për shtetërtimin e Kosovës. Pozita merr përgjegjësinë para qytetarëve në parlament, kurse opozita si mekanizëm tjetër i barabartë me kodet kushtetuese të Kosovës e ka një obligim me kontrollu opozitën, mos me lë me flajt, por jo me fyme, me shamje, por vetëm me programe. Demokracia freskohet, bëhet e shëndetshme, me projekte, me programe, me luftë mendimeve e jo të përçarjeve. Unë kam një konsiderat ndaj Vjosa Osmanit, është thash një
një grua e re, një intelektuale e re, që kam rrjedhë dhe titull të lartë shkencor, doktoresh e jurisprudencës, e cila është një figurë që tash po të zgjidhte mandatin e dytë do të bante edhe më shumë për Kosovën, por kam dron për shkak të bajraqeve të përçarjeve në Kosovë politike morë vesh dhe mos gatishmërisë që të jenë bashkë me një tryezë, ashtu siç e do rendi, siç e do demokracia dhe historia e Kosovës e shumë vujtur, qindra vjetë vujtur, duhet me mësu pa nga kalumja, nga maneti atyne që kanë dhënë më të shtrenjtën për liritë të Kosovës, shumë njerëz, familje, heroj, tash e 300 vjet me radhë, prandaj kemi një bashkë moral, edhe para Zotit, edhe para diellit, edhe para tokës, edhe para flamurit, që të bëjmë një shtet serioz, që njerëzit më së pari të jetojnë të lirë, të kenë mirëqenie, të kenë motive për jetë dhe punë krijuese, të kemi universitete, bashkëpunim, dhe kur bëhen të dy krahat bashkë, Tirana dhe Prishtina, si shtatë fillim, duhet kemi projekte konkrete që të mendojnë për këtë milenium të ri, mos na lanë, mos na lejojnë që të shkelim në mileniumin e ri me kostumin tonë të varfërisë. Po të shkojmë si popull, ashtu siç na ka hije, si popull i lashtë, me një gjuhë të lashtë, i ndëruar në tërë botën. Okej. Pyetja e fundit ka të bëjë me një çështje tjetër, ka të bëjë me aktivitetin tuaj si aktivist në komunitetin e Chicagos. Ju më përmendët një aktivitet që do të jetë në ditët e ardhshme. Përse bëhet fjalë? Në Komunitetin Shqiptar të Chicagos kanë ardhur dje me vajza, 3, është ardhur një klasë e re politike që kanë studiojnë, integrohen në shtetin e Illinoisit, në Chicago respektivisht, dhe kanë bërë një kalendar që unë respektoj dhe i nderoj shumë, i përgëzoj. Në atë kalendar kemi një varg aktivitetesh që do të organizohen në këtë vit që sapo kemi hyrë. Me 28 janar në Chicago do të bëhet manifestimi kulturor me rastin e ditës së lirisë me një temë aktuale, me një temë bashkë të këtij manifestimi frymës kulturore. Poezia është liri. Në këtë manifestim do të jetë edhe poeti, disidenti, i burgosuri, një djalë i ri që i përjetoi grillat e burgut, të spaqit e tjera, visazhiti, i cili me veprat e tij, krimtarinë e tij, sidomos në poezi, ka bërë një hap të duhur, përmban atë distancën, atë frymën e poezisë viteve 60, frymën e lindazve, frymën e Beradës, frymën e Lek Matrengës, Dritor Agodhit, Xhafaris Pahiut, Din Mehmetit, Ali Podrimes në Kosovë e kështu me radhë, dhe poezitë e tij janë përkthyer në një numër të madh të gjuhëve të Ballkanit dhe të botës. Tash së fundi kemi përkthimin e një libri të tij në gjuhën kineze, që për mua do të ishte ai kreu kryesor ose kulmi që ka rrit poeti Visazhiti. Në këtë manifestim që do të bëhet në 28 janar 2026 do të jenë shumë veprimtar, shumë intelektual, profesor, lexues pasionuar të poezisë, pasysh se në teorinë e letërsisë poezia di të flasë me të gjithë dhe ç'është e drejta në kodet e letërsisë, dhe të krimtarisë letrare, sot e kemi një rregull. Dikur të kujtohet edhe ty, lexuesi shkon te shkrimtari, ndërsa sot shkrimtari duhet shkojë te lexuesi. Visazhiti jeton në Chicago dhe në këtë manifestim Visazhitin do ta kemi që ka marrë një do thosha, të kemi thënë letrarat e tij, që ai do të na vjen te lexuesit. E ne do të bisedojmë me Visazhitin. Ju uroj suksese në këtë aktivitet. Ju faleminderit shumë për intervistën. Do të jemi edhe herë të tjera në takime për tematikat të ndryshme, për Kosovën dhe për çështje të tjera, edhe të vetë komunitetit shqiptar. Ju faleminderit. Edhe do të takohemi sërish në emisionin tonë Argument. Miru takofshin. Patjetër, e falja redaksisë e miru dëgjofshin. Miru dëgjofshin. Faleminderit.